Horoskopi e shtunë 21 shkurt, Dashi. Gjatë fillimit të ditës mund të ndiheni disi të pavendosur dhe të pasigurt, megjithatë, ndërsa dita vazhdon, vetbesimi juaj do të rritet dhe do të ndjeni shumë fuqi nga brenda. Shtyni çdo vendim të rëndësishëm deri pas dite ose në mbrëmje. Demi. Tani është një kohë e mirë për të kërkuar një punë që ju jep mundësi të shfrytëzoni aftësitë tuaja të jashtëzakonshme krijuese. Mund të shkëlqeni lehtësisht në punë që nxjerrin në pah cilësitë tuaja artistike dhe imagjinuese. Mos i lini këto dhurata të mrekullueshme të shkojnë dëm. Binjakët. Je i tunduar të ecesh përpara me diçka edhe pse thellë e di se kjo nuk është pikërisht gjëja më e zgjuar për të bërë. Dy pjesë të personalitetit tënd janë në konflikt me njëra tjetrën, duke e bërë të vështirë për ty të ecesh përpara për momentin, qëndro pak minjan. Gaforja. Përfshi më shumë emocione në punën tënde, tregoju njerëzve se je i apasionuar pas asaj që po bën, në vend që ta bësh punën thjesht nga detyrimi ose për një pagë. Nëse nuk ndihesh i fortë emocionalisht për atë që po bën, atëherë gjej diçka të re. Luani. Je në një pozicion të vështirë sot që të ecesh përpara me punën tënde, duket se do të duhet të shkelësh mbi gishtat e dikujt tjetër. Je i ndjeshëm ndaj këtij personi tjetër ose veprimet e tua do të kthehen keq më vonë. Virgjëresha. Një mundësi financiare me fat është brenda mundësive tuaja, një lloj bonusi parash mund t'ju vi nëse i luani letrat siç duhet. Keni kujdes për një investim ose bonus afat shkurtër që lidhet me punën tuaj, shpërblimet do të jenë mjaft të dobishme. Peshorja. Për pjesën më të madhe ndiheni mjaft të sigurt në punën tuaj, megjithatë sot mund të ndjeni një problem të vështirë. Një zë i vogël në kokën tuaj po ju thotë të jeni të kujdesshëm dhe të merrni parasysh të gjitha perspektivat. Sigurohuni që të merrni parasysh këtë këshill. Akrepi. Qëndrimi urdhëruesi i dikujt po të pesdis, sigurohu që ta përballosh këtë person dhe t'i shpjegosh se si po të ndikojnë veprimet e tij ose të saj. Mos u sill keq ose e pa edukat për këtë çështje. Në vend të kësaj, përqendrohu tek ndjenjat e tua dhe respekti që ata meritojnë. Shigjetari. Ka shumë energji nervore që ju rrethon, po ndjeni presion nga të gjitha anët për të vepruar ose për të kryer një veprim të caktuar, pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo, do të gjendeni në një betejë të vështirë. Jini të duruar me të tjerët dhe përpiquni të mos reagoni tepër. Bricjapi. Gratë ka të ngjarë të jenë burime veçanërisht të rëndësishme për ju sot. Dëgjoni ato që kanë për të thënë dhe merrni parasysh këshillat e tyre. Gratë përreth jush kanë një pasqyrë të situatës suaj personale që ju mund të mos e shihni as vetë. Dëgjoni me kujdes. Ujori. Përqendrohuni në trendet më të mëdha në vend që të përfshini në ulje ngritjet e përditshme. Tashethemet që lidhen me punën dhe idetë e parëndësishme ka të ngjarë t'ju mërzisi nëse i lejoni. Mos jeni kaq të ndjeshëm ndaj këtyre trendeve kalimtare. Kthejeni vëmendjen tuaj në diçka më të madhe. Peshqit. Je i zënë në një pozicion të vështirë në të cilin duhet të shfaqësh vetbesim të madh, por megjithatë një pjesë e jote jam ndihet jashtëzakonisht e cënueshme dhe dobët. Mos u mbingarkoni nga emocionet tuaja të pasigurta. Mblidhni forcën tuaj të jashtëzakonshme dhe vazhdoni.